çështja është avokati. Avokati mirë do lek shumë. Nuk ka asnjë gjë të ngrihet një fond ku edhe qeveria shqiptare, edhe qeveri Kosovës e tjera, mekanizmat të gjenden mekanizmat, avokati i mirë do lek shumë. Atëherë mund të gjendë ky është një mekanizëm. Kush t'ja gjej? Shqipëria? T'ja gjej ne? Në fundin mund të bëhet bashkë qeveria Kosovës. Në kuadrin e lobimit, them. Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë apo dhe faktorë të tjerë të bashkëpunojnë për të gjetur një fond. Për të gjetur një fond dhe në fund gjendet avokatë. E dyta, lobinget bëhen jashtë kamerave. Nuk bëhen që të marrim telefon, të dëgjoj tjetrin telefon, kaq mund të bëj. Natyrisht kaq mund të bëjsh një deklaratë që do ta dëgjojnë tjerë, në fakt ka mundësi të bëj dhe do bëj. Dhe do bëj. Po ndoshta mund të jetë dhe do bëj. Në ekran ashtu thuhet. Në ekran ashtu thuhet. Dhe është normale që jo, e ka fjalën mund të jetë duke lobuar, por si thot zoti Koçi aq preferon të në ekran aq do publikoj për ata që ndjekin. Nuk mund të thotë më shumë në ekran. Nuk është punë ekranesh lobimi. Lobimi është jashtë kamerave. Bëhet në për klube, në për restorante, dhe prandaj dhe por, e vërteta është kjo dhe unë bashkoj me këtë, në momentin e pare konsolidimit të mendimit për krimin e gjykatës, qeveria e Kosovës e mori shumë lehtë. Shiko, neve ikim me idenë se në Amerikë ka një gjë, ne e përmendëm, ata janë të përjashtuar, ushtarakët amerikanë janë të përjashtuar nga gjykata e Romës. Por nuk janë të përjashtuar nga gjykatat amerikane. Ata nuk të lënë në dorë të ndërkombëtarëve, por në Amerikë do vesh në gjykatë nëse ti kryen një krim. Dhe kur doli dosja, ata nuk e shikojnë, je shqiptar, një njeri që pretendohet ose dyshohet për një krim, nuk ka rëndësi, je amerikan, je shqiptar, je sërb, duhet të verifikohet çështja. S'ka rëndësi se cili je. Dhe ata e shikojnë në këtë mënyrë, por në momentin që ndodhi, u filloi të konsolidoj mendimi për krimin e gjykatës, lobimi ose serioziteti me të cilën qeveria e Kosovës e mori këtë për të sqaruar ndërkombëtarët, sepse është çështje lobin do përplasësh, nuk u përplasën lobimet e Serbisë dhe të Kosovës tek ndërkombëtarët. Ata patën më shumë influencë. Atëherë u krijua konsolidua ideja që këtu ka diçka, atëherë hajde ta verifikojmë. Çëndsi ka se kushje. Dhe një ushtarak amerikan po të them, në ai mund mos vjen gjykat në Romës, por në Amerikë do vjen në gjyq. E kuptoj. Nëse kryen një krim. Ta pyes pak zotin Krasniqi, nuk e